Dhe e shohin islamin si një kancer të ngulur në trupin e shëndetshëm të këtij populli. Tu tregojmë këtu se nuk kemi kancer, jo. Përfundrazi, ne jemi pikërisht vaksina që do t'ju mbrojë nga kanceri, nga sida, nga shkatrimi etj. Problemi është se ju jeni si puna e fëmijës vogël, që kur e çon babi ose mamën me bë vaksinën, çmendet spitali apo ambulanca se s'do më bë vaksinën. Në faktikisht vaksina është të mirë të fëmijës apo në dëm të mirë është. Pa e se di. Kështu është dhe shembulli juaj, ju nuk e dini se çfarë vlerash kemi ne, çfarë ofron Islami. Për këtë arsye dhe ju duket e çuditshme. Kanë drejt, a di pse? Se nuk e kemi treguar ne se kjo vaksina, trun prej vergzës, trun prej hepatitit, me fjalë truan prej paralizës, truan prej kësaj apo prej asaj etj. Kështu që shihet gjithmonë në dyshim. Pse se ne nuk kemi ditë si t'u themi këtyre njerëzve që ne jemi të mirë. Ne e besojmë këtë që jemi të mirë dhe vetëm e besojmë ne. Mërna ne shtemi asi, ne s'ka. Pa dhe mushë menin ati, pëse dhe mushë menin? Duke qenë të hapur. Ne si musliman do t'jemi sa më të hapur. Unë e përmend edhe pak dje, sepse ne nuk kemi çfarë të shefim mërzit. Ne nuk kemi një fe që funksionon me dy standarde o vëllezër. Një fe që e majmë ne, tregojmë në qeftas që e dim vetëm ne, dhe një fe tjetër që o themi një se Islami është ky. Jo më vëlla, nuk kemi dy fe ne. Kjo është një fe. Se faktikisht Islami kështu na ka mësuar. A nuk është Islami ai që thotë muslimani më i mirë është ai që është më i dobishëm për njerëzit? A është hadith ky apo jo? Muslimani më i mirë është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Nuk ka thonë më i dobishëm për muslimanët. Ja, dhe për këto qafirat. Nëse je dobishëm për këto, i ke punë të mirë me Zot. E kemi parim, princip bazë, konceptimin mirë të fesë. Atëherë ne si musliman do të jemi sa më të hapur. Sa më të hapur. Nuk duhet kemi frikë nga kamerat, nuk duhet kemi frikë nga gazetat, nuk duhet kemi frikë nga intervistat. Nuk duhet kemi frikë nga përballje me debate, absolutisht çfarë problemi ka? Po më vëlla, po unë jam ky. Jo, po ju jeni terroristë, ku është nga terrorizmi? Ku është? Jo, po o zotni, se çfarë bën filani? E zgjidh Amerika atë punën me të apo ai tjetri. Dhe ai nuk është përfaqësues i Islamit. Nëse muslimanët janë ndedhur në botë dhe ka thonë zërin e Islamit e përfaqëson filanin dhe ai bën gabime, po, keni drejt. Ne nuk kemi. Kështu nuk. Qëllimi i fjalës time është duhet të qenë sa më të hapur. Dhe sa më pranues e atij që kërkon debat. Ore do dikush me debatu me ty, do më fol më. Çfarë problemi ka unë me njerëz? Çfarë problemi? Absolutisht ne jemi të hapur për të gjithë. Dhe kështu ne e tregojmë se s'kemi merak për fen ton ta paraqesim si një alternativë sot të shoqëri. Dhe kemi të bëjmë një shoqëri që i ka provu të gjitha. Atë pse mos i jepet edhe një shans tjetër? Mi po problemi, a di se është puna e Islamit o vëllezër? Puna e Islamit është puna e një thesari ose një xhevahiri shumë shtrenjtë, po kanë qellu tregtarët të lodhur nga jeta, të kaput. S'dim me i bën reklamën këtij malli kaq të mrekullueshëm që quhet Islam. E si pasojë, ose e blejnë lirë, shko punë që hajtë vetëm ta shesin pas një lloj vlere, ose mbetet aty stoq se blejnë kush. Pse? S'ka reklam, pse? Ndërkohë që mallat tjera që janë fallco, që nuk janë origjinale etj, shiten shtrenjtë, hecën pazarit, tregtar dhe reklamë, pse? Kanë ditë si ta shesin. Është kod, or është fallco, thuaj ti sa dush që është fallco. Në momentin që ti s'di ta shesësh, s'di ta reklamosh, nuk është problemi aty në që po shesin. Po është problemi jot se ti s'ke ditë si ta paraqesësh Islamin tek njerëzit.